Dëgjojeni pak këtë? Në ditën e parë të sulmeve SBA Izrael ndaj Iranit, diçka e çuditshme u shfaq në valët e radios. Një transmetim misterioz me valë të shkurtra. Zëri një burri që me qetësi lexonte sekuenca të rastësishme numrash në persisht. Entuziastët e radios e kapën këtë sinjal për herë të parë më 28 shkurt, ditën e parë të luftës. Transmetimi ndjek një model të lirshëm, një varg numrash lexohet me zë të lartë gjatë 2 rundeve. Pastaj një pauzë, pastaj fjala vëmendje në persisht përsëritet 3 herë dhe më pas numrat fillojnë përsëri. Ndonjëherë sinjali është më i gjatë, ndonjëherë është më i shkurtër. Askush nuk e di saktësisht nga po vjen sinjali, por entuziastët e radios e kanë ngushtuar vendodhjen diku në Evropën perëndimore. 5 ditë pas fillimit të luftës, gjërat u bën edhe më të çuditshme. Dikush filloi të bllokonte sinjalin. Një zhurmë elektronike papritur përmbyti frekuencën, duke i bërë numrat pothuajse të pamundur për të dëgjuar. Por transmetimi nuk u ndal, thjesht u zhvendos në një frekuencë tjetër. Radio Evropa e Lirë regjistroi në mënyrë të pavarur transmetimin më 10 mars, që do të thotë se ai po transmetohet prej të paktën 2 javësh, pak a shumë 2 herë në ditë. Por çfarë është? Shpjegimi më i zakonshëm është diçka që quhet stacion numrash, një mjet spionazhi i stilit të vjetër nga lufta e ftohtë. Një transmetim radioje me valë të shkurtra që përdoret për të dërguar mesazhe të koduara tek agjentët e inteligjencës. Kushdo mund të dëgjojë numrat, por pa dekoduesin, mesazhi është praktikisht i pamundur për të kuptuar. Akin Fernandez, i cili konsiderohet ekspert në fushën e stacioneve të numrave, thotë se kodi është absolutisht i pathyeshëm. Numrat janë plotësisht të rastësishëm dhe zbërthimi i tyre matematikisht nuk do të funksiononte. Edhe nëse do t'i përkthenit në fjalë, mesazhi me shumë gjast do të vazhdonte të mos kishte kuptim pa çelësin e duhur. Mirë, kjo është gjëja e parë, po për bllokimin, kush po e bllokon sinjalin dhe pse? Pra lloji ndërhyrjes që përdoret këtu quhet bubble jammer. Në thelb, ai e mbyt sinjalin ose transmetimin duke e bërë të pamundur për të kuptuar. Historikisht ky lloj bllokimi përdorej nga qeveritë që përpiqeshin të ndalonin transmetimet e huaja. Gjatë luftës së ftohtë, vendet e bllokut sovjetik rregullisht bllokonin transmetimet nga BBC ose Deutsche Welle apo nga Radio Evropa e Lirë dhe Radio Liria, të cilat transmetonin lajme dhe informacione të pacenzuruara në bllokun lindor. Këto ditë, transmetimet në gjuhën persiane të BBC-s dhe të Relit gjithashtu po bllokohen nga qeveria e Iranit në një frekuencë të ngjashme. Pra, nëse Teherani do të ishte përgjegjës për këtë sinjal misterioz persian me numra, është shumë pak e mundshme që Teherani po e bllokon sinjalin e vet. Kjo na kthen te pyetja fillestare, kush qëndron pas transmetimit të stacionit të numrave? Mund të jenë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që dërgojnë mesazhe të koduara tek agjentët brenda Iranit, ose ndoshta është Izraeli, apo si thoni për Turqinë, të cilës si pëlqen fort qeveria iraniane. Agjencia Qendrore e Inteligjencës e SBA-s, CIA, nuk ju përgjigj kërkesave për koment. Tash për tash, sinjali mbetet mister. Çfarë po mendoni ju? Na tregoni në hapësirën për komente.